Përshëndetje të dashura mikesha, të nderuara vajza dhe gra të qytetit të Kamzës. Kënaqësi të kemi sot midis nesh kryeministrin dhe kryetarin e Partisë Socialiste, zotin Edi Rama, të deleguarën politike të Qarkut dhe kryetarin e Kuvendit, zonjën Elisa Spiropali, deputeten e zonës, zonjën Lindita Nikolla, dhe kryetarin e Bashkisë së Kamzës, zotin Rakip Suli. Jemi mbledhur sot në këtë takim jo vetëm si gra që ndajmë të njëjtin vizion politik, por dhe si nëna, vajza, profesioniste dhe qytetare që duan më të mirën për vendin ton, për qytetin, për familjet tona dhe për të ardhmen e fëmijëve tanë. Për një të ardhme me dignitet, mundësi dhe standard europian për çdo qytetar, për Shqipërinë që duam dhe që meriton bashkimin europian. Në 11 maj nuk votojmë thjesht për një parti, votojmë për vazhdimsi, për zhvillim, votojmë për drejtimin që do të marrë Shqipëria, për Partinë Socialiste, për Edi Ramën, për një Shqipëri që hecën përpara, jo për të kthyer pas. Votoni numrin 5. Ftoj kandidatën për deputete Sofi Kalleshi. Më lejoni si fillim të uroj mirëseardhje kryeministrit ton. E lumtur që ndodheni në mesin ton. E lumtur që ndodheni pikërisht këtu në Bathore. Në këtë Bathore ku për ironi të fatit, para disa vitesh nuk guxonim të thonim do t'jam nga Bathorja se do bullizoheshim keq fare. Dhe ku doja merrte mendja që edhe një pjesë të fushatës tonë do realizonim këtu në Bathore. Sot nuk ju flas vetëm si kandidate e Partisë Socialiste. Sot ju flas si një vajzë e re, si një pjesëtare e kësaj partie kaq të madhe politike, ku dhe një herë kjo parti ka dëshmuar se forca dhe fuqia e gruas zë vendin e saj ku e meriton. Dhe sot, më shumë se kur, dua që të gjitha së bashku të jemi një forcë e vetme për atë pasaportën europiane, për atë pasaportën e fëmijëve ta nesër dhe për atë tryezën ku realisht ne meritojmë të jemi aty. Do ju bëj me thirrje dhe me dije të gjithave, të bashkohemi dhe të jemi më të forta se kur, se ju e dini, kur ne bëhemi bashkë dhe kur kemi atë qëllimin e mirë, ne ja dalim. Kështu që, sot, më shumë se kur, jo për t'i dhënë kësaj partie vetëm një mandat, po për t'i dhënë kësaj partie objektivin që kjo ka vendosur për ne, për fëmijët tanë dhe për të gjithë Europën. Ju faleminderit. Tani, më lejoni të ftoj një vajzë energjike që unë e kam njohur gjatë fushatës, Kesi Elezin. Të dashura vajza dhe gra, i nderuar kryeministër, më lejoni që ta nis këtë fjalim me një shprehje tepër të bukur. Gruaja është si një qese çaji, nuk e di se sa e fortë është deri në momentin që ajo futet në ujë të nxehtë. Kështu është shprehur Eleanor Roosevelt, avokatja më e fuqishme për gratë, të drejtat e njerëzit dhe barazinë sociale. Ndaj, unë këtu përpara jush nuk jam thjesht një vajzë 20 vjeçare që kandidon për deputete, por jam zëri një brezi të ri që sot nuk pranon më të pres radhën. Ne jemi një shoqëri ku për shumë kohë është menduar se burrat vendosin, por sot e them zë plot dhe me një bindje shumë të madhe, sepse e ndjej që koha e grave dhe vajzave ka ardhur. Kur shoh ato listat e Partisë Socialiste, shoh më shumë se sa emra. Shoh një revolucion të heshtur, të grave të cilat nuk e presin më radhën, por e marrin atë fal vullnetit të plotë të kryeministrit ton. Sepse kryeministri jon nuk i ka premtuar grave, ai i ka fuqizuar ato. I ka besuar në listë, i ka besuar në detyrë dhe në krye të reformave politike që po e çojnë Shqipërinë europiane përpara.
Kjo nuk është rastësi, është zgjedhje, është bindje dhe është drejtësi. Dhe unë jam shumë e lumtur dhe krenare që jam pjesë e këtij revolucioni. Unë nuk po kandidoj sepse mendoj që i di të gjitha, por po kandidoj sepse mendoj që politika ka nevojë për njerëz që dëgjojnë, mësojnë dhe luftojnë fort për të ardhmet e tyre. Dhe këto e kemi treguar ne gratë shqiptare që dim t'i bëjmë ballë çdo sfide, dim t'i bëjmë ballë çdo stuhie, me punë, jo me zhurmë. Prandaj të dashurat e mia, le ta çojmë Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian, drejt asaj fitore që mban emrin e gruas shqiptare. Ju falenderoj nga zemra dhe kam nderin të ftoj deputeten e zonës Lindita Nikollën. Përshëndetje të gjithave. Faleminderit që jeni këtu. Të flasësh për mbështetjen që Edi Rama dhe Partia Socialiste u ka bërë grave dhe vajzave, duhet flasësh gjatë. E po ashtu të flasësh për punët e Rakip Sulit, sërish duhet flasësh gjatë. Punë që ju i prekni dhe i ndjeni çdo ditë bashkë me fëmijët tuaj. Unë sot kam zgjedhur të drejtohem si Lindita, si një nën e si një gjyshe. Çfarë do bëjmë ne gratë e vajzat deri në 11 maj? Sepse 11 maj nuk është thjesht një ditë ku socialistët, progresistët, simpatizantët do votojnë Edi Ramën për një mandat 4. Është një ditë pik takimi me historinë. Po çfarë do bëjmë ne? Do lejojmë që ardhmja europiane e fëmijëve nipërve e mbesave tona të denigrohet e të hidhet në kënet? Çfarë do bëjmë? Ne do të forcojmë radhët, edhe me më shumë vajza pa parë dallimet politike, por të gjitha bashkë për pasaportën europiane të fëmijëve, të nipërve të mbesave tona. Fëmijët janë drita jone syve, ndaj të dashura motra dhe gra të Kamzës, nga sot e deri në 11 maj, derë më derë, për të trokitur në çdo zemër, për të marrë zemrën e çdo nëne dhe për të shkruar me zemër mesazhin e Shqipërisë Europiane në çdo flet votimi, në çdo kuti votimi të Kamzës. Na prifte mbara e me fitore. Kam nderin dhe kënaqësinë që t'i jap fjalën kryetares Kuvendit dhe drejtueses politike Elisa Spiropalit. Përshëndetje të gjithave, kur kjo pedonale nuk është dukur më e bukur se sot, edhe pse shumë e bukur është. Unë mbaj mend në 2020-ën, këtu nuk kishte një pedonale në Bathore. Këtu kishte një kanal të madh ku ishin lindur e ishin rritur vajzat e djemt e këtij vendi e Bathores e Kamzës, të ardhur prindrit e tyre nga vende të largta e të afërta për të ndërtuar këtu një të ardhme me mund, me djers, me shumë punë, me ndonjëherë përpjekje mbi njerëzore për t'ja dalë. Dhe ja kemi dal, sepse në krah të përpjekjeve individuale të secilit e të çdo familje, ne vum përpjekje tona kolektive, ne vum votën e përbashkët, ne i besuam Partisë Socialiste, Rakip Sulit, Edi Ramës dhe sot Kamza është krejt ndryshe, Bathoria është krejt ndryshe, Paskuqani nuk njihet, Lakna si po ashtu, Valia si kudo në bashkinë e Kamzës ku ne kemi vënë dorë, kemi bërë transformim rrënjësor për vajzat e për djemt e këtij vendi, nuk i kemi bërë për vete. Edhe kjo është arsyeja pse gratë e vajzat më së shumti na mbështesin këtu në Kamës. Partia Socialiste në Kamës nuk ka qenë partia e grave dhe vajzave. Përkundrazi, nuk e gjeje një grua, një vajzë në parti, sepse partia jonë ishte e mbyllur. Disa burra që nuk po them nuk përpiqeshin, po kur s'ja dinin të demotivuar këtu dhe pa asnjë rrezatim për pjesën tjetër të shoqërisë në Kamës. Sot Partia Socialiste është absolutisht e ndryshuar sepse ka fytyrën tuaj,
ka ftyrën e grave dhe vajzave, ka ftyrën e trinjve, ka ftyrën e grave dhe vajzave në Bashkinë e Kamzës, ku ato janë 70% e punojëseve që punojnë çdo ditë me dedikim për ta transformuar këtë komunitet. Këshillin Bashkiak Kamzës, kur gratë janë 50%, po janë dhe shumë aktive, janë ato që më shumti punojnë për këto transformime. Ato që kemi bërë këtu, është një realitet i ri social. Partia Socialiste punon për një realitet social të ri në vend dhe as më shumë as më pak, po në Kamës, më së shumti nga gjitha ky realitet i transformimit social ka zënë rënjë. Këtu të gjithë mbështeten, po të shohësh transformimin e çerdheve, e kopshteve dhe shkollave, ajo është politikë që më shumë t'i shkon në favor të grave dhe vajzave, cilat kanë dalë nga shtëpia, mund t'i lënë fëmijët e tyre të qetë në çerdhe, në kopësht e në shkolla, drekat falas në kopshte, unë kam parë këtu kopshte që nuk i kam parë as në qendër të Tiranës. Krejtësisht të transformuara, të mbështetura, gratë kryefamiljare marrin mbështetjet posaçme nga bashkia, po ashtu fëmijët që nuk kanë mbështetje prindrore në gjithë Kamzën marrin mbështetje nga bashkia, gratë të cilat duan të ngrenë një biznes apo një sipërmarrje mbështeten nga bashkia fal mundësisë dhe mbi të gjitha këto transformime infrastrukturore në shërbime, në mënyrën e qasjes ndaj qytetarit, po edhe patjetër transformimet infrastrukturore rrënjësore kanë ardhur edhe për shkak të mbështetjes të madhe për Partinë Socialiste, për Edi Ramën, për qeverinë e saj që ka kuptuar që përtej të majtës e djathtës, përtej dallimeve partijake, përtej llogoreve, përtej gardheve, jetojnë njerëz të cilët duan të bashkohen rreth të mirës. Dhe sot në këtë ditë, që është në fakt simbol i të mirës, dhe dua t'ju uroj këtu të gjithë besimtarëve katolik, ortodoks apo ungjillor, gëzuar Pashkën, ditën ku e mira fiton mbi të keqen, drita fiton mbi errësirën, ku dashuria fiton mbi urrëtitjen. Unë jam e sigurt që në këtë ditë simbolike të fortë, ne do japim një mesazh të fortë nga këtu, që çdo dasi do shuhet, sepse në mas këtu në Kamës e kudo në qarkun e Tiranës do votohet Partia Socialiste e Shqipërisë, do votohet Edi Rama dhe vizioni i tij për ta çuar Shqipërinë në familjen tonë natyrale. Për t'i dhënë të gjithë fëmijëve të këtij vendi, të gjithë të rinjve të këtij vendi, pasaportën europiane, që është pasaporta e dinjitetit të barabartë me çdo qytetar të Bashkimit Evropian. Ne që kemi studiuar jashtë e dim shumë mirë se çdo të thotë të kaloje në për kontrollet kufitare e në dogana e të shirin me dyshim se ishe shqiptar, të veçonin se ishe shqiptar, të kontrollonin se ishe shqiptar, të dyshonin se ishe shqiptar. E di që e kanë përjetuar shumë trinjetreja apo fëmijët tuaj apo ju kur udhtoni. Ka ardhur koha që kësaj t'i vi fundi, sepse me këtë mandat që ne do t'a fitojmë patjetër, ne do t'i japim çdo shqiptari, çdo triu, çdo treje pasaportën europiane, pasaportën e dinjitetit barabartë, ku nuk do ndryshoj flamuri ynë, i cili është ai, kuqezi, po do t'i shtohen simbolet e flamurit tjetër, flamurit shpresës, flamurit të ëndrrës më të bukur në botë, që është Bashkimi Evropian, familja europiane, ku Shqipëria do bëhet sa Europa, Europa do bëhet sa Shqipëria, ku jo vetëm lëvizja e lirë, por dinjiteti barabartë, por puna, por lëvizja e mallrave, e kapitalit, e njerëzve, e studentëve, mbështetja këtu e fermerëve, fondet e shtuara për Shqipërinë, e pa dyshim rritja ekonomike për çdo familje, realiteti i ri politik dhe social në vend që mund ta bëj vetëm ai që i ka dhënë provat që di ta bëj. Edi Rama dhe Partia Socialiste e Shqipërisë brenda këtij mandati për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Faleminderit të gjithave ju që jeni mbështetja më e madhe e Partisë Socialiste këtu në Kamës. Nga sot deri në 11 maj të mos ndalemi, të flasim me gjithë kënd
ti themi sa i rëndësishëm është ky mision historik që shkon për te ngjyrave partijake, që shkon për te ndarjeve, për të gjithë pa dallim. Forca për numrin 5, për Partinë Socialiste të Shqipërisë, kam nderin t'ja jap fjalën kryetarit Partisë Socialiste, kryeministrit Edi Rama. Së bashku doja dalim për një qëllim, sa shumë sfida ke kaluti o vëndim në jemi. Përshëndetje të gjithave. Përshëndetje të gjithave dhe është realisht e pabesueshme po të kesh parasysh se nga jemi nisur dhe të shikosh këtë lumë, vajzash dhe grash që nuk i duket fundi. Pikërisht këtu, në këtë bashki që ishte fortesa e burrave, e zhytur në lumë dhe eksaktësisht në këtë vijë ku sot është një bulevard i mbushur me gra, me vajza dhe deri dje ishte një kanal ku baballarët banin në krah fëmijët për t'i çuar në shkollë. Dhe Elisa përmendi që Bashkia e Kamzës sot ka 70% gra, por kur këtu ishte kanali, Bashkia e Kamzës kishte 90% burra. Dhe nëse do të shohësh pse ka ndryshuar kaq shumë Kamza, duhet mjafton të shikosh se si ka ndryshuar Bashkia e Kamzës, administrata e bashkisë, fal një burri që e ka kuptuar qysh në kryet herës. Edhe në fakt, unë nuk e di nëse Rakipi e mban mend, por unë e mbaj mend shumë mirë se kur Rakipi e ka prekur forcën e grave këtu në Kamës. Ka qenë fushata e tij e parë, fare, shumë vite më parë, kur ne tentuam t'i japim Kamzës një shans, t'i japim një mundësi të re, t'i japim një rrugë të re, por nuk mjaftoi. Dhe në atë kohë, për shumë nga vajzat e reja që janë këtu mund duket e pabesueshme, por nuk ishte para 100 vjetësh, ishte në vitin 2007, 2011, po, ishte në vitin 2011, do me thënë, një dekade pak. Dhe në disa qendra votimi ishte e pamundur të shkoje në komision, sepse aty ligjin e bënin ca burra të dhunshëm. Dhe Rakipi më kujtohet kur kemi folur, tha është problem, tha janë disa pika që aty tha nuk ka votim, sepse janë disa njerëz të dhunshëm edhe të marrin me zor votën ose të lënë votosh. Ato pika që ishin më të vështirat, në fakt dolën në fund pikat e vetme ku s'pati asnjë problem, e dini pse? Se Rakipi çoi atje gra në komision. Kjo ka qenë një nga shumë provat e realitetit kur grave dhe vajzave ju jepet besim. Kur gratë dhe vajzat ndjehen të mbështetura, nuk ndjehen të lëna vetëm. Për të bërë ato që ato din të bëjnë dhe që për hir të vërtetës kur e bëjnë me shumë seriozitet, me shumë korrektes, edhe me shumë guxim dhe vendosmëri. Dhe sot ne jemi këtu në një qytet që mund t'i thuhet qytet sot pa pas frikë se dukesh qesharak, sepse si mund t'i thoshe Kamzës qytet.
atëre kur si që tha këtu kandidatja juaj, i vinte turp njerëzve të thoshin jam nga Bathorja, ndërkohë që të tjerët fjalën bathore e përdornin për të fyer, sepse ishte, si të thoje, Kënet. Ti jeton në Kënet, ti je nga Këneta. Dhe sot kjo është një shkuar pikërisht sepse me guxim Kamza zgjodhi rrugën e të ardhmes dhe parafytyroheni pak si kur ta kishte zgjedhur këtë rrugë në 2011 se ku do ishte sot. Pra, Kamza është vendi ku kush nuk e kupton akoma sa e rëndësishme është vota, mjafton të shohë Kamzën. Kur vota shkon në drejtimin e dur dhe kur vota hidhet në drejtimin e gabuar. Kur vota shkon për të ardhmen dhe kur vota shkon për të shkuarën. Kur vota shkon për punën që duhet mbaruar dhe kur vota shkon për ndeshjen e pakuptimt që duhet fituar. Dhe sot është një ditë shumë e bukur për Partinë Socialiste, më besoni. Kjo që unë shoh tani para syve të mi është një pamje shumë e bukur për Partinë Socialiste. Se ne për të ardhur deri këtu kemi bërë rrugë gjatë me disa nga shoqet zonjat që janë këtu. Një rrugë shumë gjatë kur hyje në organizatat e Partisë Kamzës edhe në shumtën e herës nuk e gjeja asnjë grua, asnjë vajzë, fare, zero. Vetëm disa burra të mbledhur si të mbledhur larg qoftë në vaki. Sepse kur ka vetëm burra, diçka mungon, apo jo? Mungon diçka shumë e rëndësishme. Dhe hap pas hapi, ose ishte vetëm këtu, ishte edhe në shumë zona tjera. Hap pas hapi ne e zgjeruam kufirin, perimetrin e Partisë Socialiste, i hapëm dyert grave dhe vajzave, filluam t'i fuqizojmë, filluam të krijojmë shembujt. Lindita që ju keni deputete, ishte një nga të parat gra që morën detyra dhe hynë vetë në gara si kandidate për njësinë bashkiake numër 1 në Tiranë, tek Alidemi. Edhe shembuj të tjerë që filluan të shtohen dhe Partia Socialiste kur ne e nisëm këtë përpjekje kishte vetëm 12% gra. E gjithë partia, imagjinoni, 12% gra. Ishte si bashkia Kamzës. Dal nga dal, filloi të rritej dhe sot kemi arritur në 40% gra. Është shumë më mirë se sa 12%, po nuk është mjaft. Dhe ju dhe të gjitha gratë dhe vajzat socialiste dhe progresiste nuk duhet ndaleni pa u bërë 50%. Madje unë them që kjo punë do jetë kryer kur ju t'jeni 50% dhe 0-1 plus mbi burrat. 0-1, të paktën. Prandaj objektivi ynë është që sot kemi 39.000, rreth 39.000 gra dhe vajza, duhet bëhemi patjetër 50.001. Edhe do bëhemi, pa diskutim do bëhemi. Pa diskutim do bëhemi. Sepse tani më të gjitha gratë dhe vajzat e kuptojnë, e ndjejnë, dhe prandaj edhe në rang republike nga gjithë elektorati i grave dhe vajzave, 56% e tyre votojnë Partinë Socialiste.
Ndërkohë që ka zona ku kjo shkon edhe 65%. Besoj që këtu në Kamës, nuk e kemi matur si Kamës, s'kemi matur bashkit, kemi matur qarqet, po besoj këtu në Kamës duhet jetë diçka tek 60%. Ama për 11 majin, ju të dashura motra, shoqe, nuk duhet të mjaftoheni me çfarë shihni, me çfarë kuptoni sot, po çdo ditë, çdo orë duhet bëni çdo përpjekje që të shtoni radhët e votave të sigurta të Partisë Socialiste në radhë parë nga gratë. Në radhë parë nga gratë. Dhe duhet të punoni, bisedoni, të bashkëpunoni me gratë demokrate, të cilat e kuptojnë shumë mirë, sepse e kanë shumë më të shpejt kalimin nga politika në realitet. Nuk e kanë si burrat. Nuk e kanë si burrat. Burrat kur janë tifoz, janë qyryk. Nuk shofin. Nuk shofin. Shofin ngjyrën e fanellës, ulen, pinë raki, bëjnë politikë të madhe dhe nuk e kuptojnë që në fund të ditës politika nuk është një ndeshje futbolli. Zgjedhjet nuk janë një stadium dhe vota nuk është i bilet për ta prerë që të shkosh shofësh edhe të bërtasësh për skuadrën. Kjo është një zgjedhje për si do shkojnë të gjitha punët e mira përpara. Dhe në rastin konkret, për 11 majin, kjo është një zgjedhje shumë më e madhe se sa si do shkojnë punët përpara. Kjo është një zgjedhje shumë më e madhe se sa investime do bëhen, se sa qerdhe e kopshte do shtohen, se sa. Sepse kjo është një zgjedhje për historinë. Na e ka sjell fati sot në dorë që ne të mund vendosim për historinë në 11 maj si shqiptar dhe si shqiptare. Kur Gjergj Kastrioti, profeti i historisë tonë kombëtare, i vuri gjoksin perëndimit, ai bëri zgjedhjen. Bëri zgjedhjen profetike për të gjithë ne që të shikojmë andej nga rilindasit pastaj shkruan dielli lind aty ku perëndon. Në Europë nuk kishte Bashkim Evropian atëherë. S'kishte Bashkim Evropian as kur u ndam nga perandoria dhe vendosëm të shohim nga Europa, s'kishte Bashkim Evropian as më vonë. Dhe ne shqiptarët, ne populli, nuk e patëm kur mundësin të bënim zgjedhjen tonë derisa ajo mundësi na erdhi me rënien e regjimit komunist. Kur u bëm i vetmi populli i Europës, i vetmi populli i Europës komuniste që pa na e thënë kush, e nxorëm nga shpirti e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe shikoni sa shumë u vonuam. Shikoni sa shumë u vonuam. Njësoj si këtu në Kamës, sa shumë u vonuam. Sa shumë u vonuam në për kanale e në për lum, duke rendur mas Berihajt. Pash bufin e Kënetës, kishte ardhur diku këtu në i shesh atje, në rrugë. Edhe thoshte, do t'ju marrim parat qytetarve dhe pastaj do japim prap qytetarve, se ne kemi eksperiencë. Është vërtet, ka eksperiencë. E provua njerë, duke shkuar mbas bufit. Qo para ke sudja për të marrë para dhe pastaj morën nocrrogun. Në mënyrën më të dhimbshme. Kështu që për bufin dhe për Kënetën e tij, Kamza dhe Shqipëria në 11 maj do të kenë vetëm nocrrogun. Jo votën. Sepse është e tmerrshme ta imagjinosh që në 11 maj shqiptarët duhet akoma të vënë në diskutim se çfarë do zgjedhin. Do zgjedhin mes interesit një populli tërë apo hallit të një bufit vetëm. Do zgjedhin midis të mirës përbashkët
të gjithë shqiptarëve pa dallim, për te të majtës, e djathës, e blus, e rozës, apo do zgjedhin për interesin e një shtëpie të vetme. Do zgjedhin Shqipërinë me BE-n në Europë, apo do zgjedhin të shkojnë me bufin edhe me kënetën prapë në gropë. është e pa imagjinueshme se si mund të vihet në diskutim, edhe si mund të ketë fushat për këtë punë. Është e pa imagjinueshme akoma sot. Tërci vërci, 12 vjet nuk na çoi Edi Rama në BE, tani thot m'jepni dhe një mandat tjetër se tani do ju çojmë BE. Se nuk e kuptojnë, ose bëjnë sikur se kuptojnë, ose s'duan ta kuptojnë, ose janë pasaj çyryk fares që janë në të vërtet një pjesë, burrat. Dhe nuk din fare se si zhvillohet kjo përpjekje. Ne i kemi hapur negociatat për të ndërsuar Bashkimin Evropian vjet. E me që nga kjo histori e imja dhe Partisë Socialiste, atëherë pyetja është, po Malizi, që i ka hapur negociatat në vitin 2012, përpara se ne të vinim qeveri, pse nuk ka hyrë në Bashkimin Evropian? Po Serbia, që i ka hapur negociatat në 2014, kur ne, si që më bërë akoma vënd kandidat, pse nuk ka hyrë në Bashkimin Evropian? Po Macedonia, që në 2005 është bërë vënd kandidat, pse si ka hap akoma negociatat? Sepse Bashkimi Evropian nuk funksionon thjesht se çfarë bën ti, por edhe se çfarë interesi ka ai. Dhe sot pikërisht pse çfarë kemi bërë, shumë kemi bërë, dhe çfarë duam ne, shumë duam, jo sot, jo prej 30 vjetësh, po prej 500 vjetësh, që të bëhemi pjesë e Europës, përputhet me atë që do Bashkimi Evropian. Dhe prandaj ne, Bashkimi Evropian, na ka vënë në tavolinë, po mi më si ka mundësi tani, po si është e mundur. Një tek pull çu një këtu dhe fishkëllen, po ç'është kjo histori më? A e kuptoni apo jo? E thon pastaj çka ke di me burrat. Ja pra një është një tek pull, rakipi 2 veta. Njëri fishkëllen. Ç'a ti thosh tani? Keni pa ju në i gru që fishkëllen ja, urdo. Tani, mirë më mirë dakord, tani, stop. Tani, një gjë që kemi dashur, ne s'na ka qenë e mundur, sepse dera e Bashkimit Evropian nuk rri hapur. Dera e Bashkimit Evropian hapet dhe mbyllet. Hapet në një moment, mbyllet për një periudhë gjatë. Sot ata na kanë vënë në tryezë planin që deri në 2027 për 3 vjet nuk ka ndodhur kur që të bëhen negociata nga asnjë vend ish komunist për 3 vjet për të bërë antar të Bashkimit Evropian, po ndodh me Shqipërinë. Atëre mund ta humbim ne këtë shans, mund ta lëmë ne këtë mundësi që të hiki, mund ta lëmë ne derën e hapur të historisë të mbyllet se do merremi e lagu se lagu, mustaqen e kujtim gjuzit. Kjo nuk mund ndodhi. Ky është momenti kur ne duhet bëjmë atë që bën shqiptarët në 92. Në 92-shin, Partia Demokratike në atë kohë, si shte bërë kënet akoma, po i dukej se qa rrugë e kishte marrë, me gjitha të, mori mbështetjen e shumicës dërmuese të popullit shqiptar. Nuk ishin me Partinë Demokratike të gjitha ata që votun përkundrazi, a që vërtet është kjo sa në verë, kur u bën zgjedhje lokale, shumica dërmuese e votoi kundër Partisë Demokratike. Por në 92-shin shqiptarët morën vendimin e dur. Ishte vendi dhe koha e dur në mars për ta ndarë përfundimisht rrugën me të shkuarën dhe për ta mbyllur përfundimisht kapitullin e një sistemi që populli e rrëzoi dhe që pastaj me votë e vulosi. Dhe pastaj vazhdoi jeta. Në 11 maj është e njëjta gjë.
është kohë e dur dhe është vend i dur dhe ka vetëm një forcë ku shqiptarët mund ta bashkojnë votën, jo për mua, as për qeverinë, as për disa deputet dhe as për thjesht një shumicë aritmetike që ne patjetër do ta marrim, por për diçka shumë më të madhe. Për të bërë një shumicë që të garantoj që negociatat e antarësimit nuk merren dot peng, nuk merren dot peng nga asnjë buf, nga asnjë kukumjaçk, nga asnjë zhapik, nga asnjë lloj insekti. Nga asnjë lloj insekti. Dhe për t'i dhënë një mesazh shumë të qartë vendet e Bashkimit Evropian, të cilat po e ndjekin fushatën tonë, po i ndjekin zgjedhjet dhe po presin rezultatin për të parë shqiptarët kanë një shumicë më të madhe se shumica e një partie që e do Bashkimin Evropian, po patjetër janë 90 e kusur% e shqiptarëve që duan të shkojnë në Europë. Po unë i them atyre që akoma arrin te kërneta, po çfarë kërkoni atje? Nuk e doni Partinë Socialiste, shumë mirë, është jeni në drejtën tuaj. Po si mund të rini atje? A i kuptoni që duke ndënjur atje e para herë i ktheni kurrizin historisë që shkruhet në 11 maj. E dyta, nuk krijoni kushtet që ajo partia juaj të rilind, sepse e mbani ashtu kënet, duke i dhënë iluzionin se ekziston si alternativë, ndërkohë që ka shumë e shumë kohë që nuk është më alternativë shqiptarëve. Nuk është më. Është vetëm një mbetje që vazhdon në inerci. Nëse nuk e merr një ndëshkim nga vetë ata që e mbështesin, atëherë ata që e mbështesin do vazhdojnë të humbin. Shikoni çfarë ndodhi me primaret e famshme. U tha që hajde se është garë hapur, këneta, u bë detikos futuni. A thua se u tha, nxirreni kokën, hajër, nxirreni kokën, kush vërtet ka mbështetje, kush vërtet ka vota, ka simpati, edhe të tërë atyre që dolën nga primaret, ja u pren kokën. E dini kush i fitoi primaret në Tiranë? Kryetari i Partisë Demokratike të Kavajës. Dini gjë ku është? E keni parë në një listë? Jo. E dini ku ndodhet? Në barkun e bufit, e hëngri. Po se mos vetëm atë. I hëngri të tërë dhe të tëra, as në lista nuk janë, as nishani nuk ju shifet. Tani, sigurisht që unë nuk jam i shqetësuar për të ardhmen e Partisë Demokratike, nuk më intereson fare. Sigurisht që unë nuk jam këtu për t'i treguar se si rregullohet ajo parti. Por, kjo është thjesht dhe vetëm e vërteta në këtë moment, dhe nëse demokratëve u kërkoi që të mbështesin rrugën e BE-s duke mbështetur ne, ju kam bosh t'ju them edhe një të vërtet. Vetëm duke mbështetur ne, mund të ndihmojnë ringritjen edhe të partisë tyre nesër pas nesër, kur t'jetë. Ndryshe, do të shkojnë nga humbja në humbje, do të zhyten thellë më thellë, dhe ma mbani mend këtu, në 11 maj, do të marrin humbjen më të madhe që nga 1997. Më të madhe. Do dalin të shpartalluar, ashtu si që meritojnë. Por, ajo që meritojnë në fakt është që shpartallimit ju vi edhe nga demokratët. Dhe demokratëve ju them, nuk e keni kaq shumë merak që nuk e votoni dot, disa do ta bëjnë, nuk e votoni dot Partinë Socialiste. Thuaj në shoqeve tuaja, komshijeve, të afërmeve, thuajeni, keni merak? Po keni plot emra aty në listë, mos e votoni fare Partinë Socialiste. Mos shkruani aty asgjë te
pesa. Po zbrisni poshtë pesës, nën pesën aty keni emra, vajzash, grash, djemsh, burash, po një, nuk e gjeni një që tjetë tamam. Po krahasoni pra këto dy vajzat që kemi këtu ne, kemi dhe i burr. Selindita është deputete, Elisa është deputete, i kemi në listë. Krahasojni pak me ata kuhumjaçkat e Kënetës, nuk krahasohen. Nuk krahasohen, qyryk, komplet, qyryk, nuk mushin, fare, hiç, fare, nuk mushin. E më thonë mua pasaj pse i shanë ti burat, unë nuk shaj burat, se janë vetë burë. Po ama, unë bëj pjesë të këta burra, dhe besoj që janë gjysma, të paktën gjysma shqiptarëve, që e din shumë mirë, që forca e grave dhe e vajza jo vetëm është e pamohueshme, po nëse ti nuk e në krah gratë dhe vajzat, je gjysmak, je qyryk, do më thënë. Shumë e thjeshtë. Dhe ndërkohë, historia e këtyre viteve ka treguar se sa shumë arritëm. Dhe unë jam i bindur që nëse nuk do këshim bërë dhe këtë revolucion gjinor brënda për brënda partisë dhe nuk do këshim imponuar edhe në Këshillat Bashkiak, edhe në listat e deputetëve dhe për tjerët, nuk do këshim bërë kaj shumë. Ne negociojmë sot antarësimin Bashkimin Evropian. Janë 1000 vetë nga ana jonë, sepse negociatat shtrihen që nga ekonomia, të drejtësia, të deri të zogjt, e të peshqit, të ujrat, të pyjet, të gjitha. 1000 vetë shumica janë gra dhe vajza. Dhe 2 drejtuset e negociatave. Krye negociatoria e Shqipërisë, zëvendës krye negociatoria e Shqipërisë janë njëra grua, tjetra vajzë. Tari dun s'dun burrat, kam zash grua. Tu, qa ti bëjmë? Si ta zgjidhim të? është grua, pik. Dhe fitoria spektakolare e Rakipit herën e kaluar, themelin e kishte të gratë. Se tani ne e dim si funksionon. Ka burra që e pranojnë, si puna ime, ka burra që se pranojnë, dhe të bëjnë qesherak. Po tashi, jashtë shtëpis, ne mund të themi qatë dumë, po kur shkojmë atje në shtëpi, tak, aty pastaj ka një tjetër situata, po ja. Nuk është më aq kollaj. Dhe sa më të fort bëjnë jashtë shtëpisë, dhe sa më shumë bëjnë sikur s'pyesin për gratë, aq më shumë atje në shtëpi. Pastaj në herë bërtasin u lërasin që tregojnë dobësinë e vet. Dobësinë e vet. Kështu që ju lutem, merrni në dorë këtë punë deri në fund. Deri 11 maj. Deri në 11 maj. Me gratë edhe një gjë të fundit, e di që mërziten shumë ata të Kënetës, po nuk kam çfarë bëj, e kam me gocat që janë këtu. Se thoshin që Edi Rama skandalos ju thot vajzave të reja socialiste që ndajni të dashurit demokrat. Unë nuk e kam thënë tamam kështu. Po e përsërisje e kam thënë, edhe po ju them që kështu duhet jetë. Nëse ka këtu vajza që kanë simpatizant demokrat që ju afrohen e kështu, duhet t'i bëjnë provën e karakterit. Për në Europë apo për në Kënet. Tashin qovë sa i thot, unë të du shumë, hajde me mu në Kënet, si i thuti? Mirë shpirti po vi me ty të mytëm? Jo, më ti e kupton që a i s'është mirë. I thu, hajtë se po të marrë nesër dhe nuk ja hapë më telefonin. Shkoj të mytët vetë. Si do jetë kjo? Qarë do jetë kjo? Si mundet? Ore, unë sinqerisht për të them. Unë nuk e kuptoj dot si mundet një njeri
normal, nga trut, të qohet mjes, të vishet, të zbukurohet, e të hikit maj radh për ta hudh votën në kënet. Unë nuk e kuptoj. Maksimum që mund të kuptoj unë është mos shkoj fare. Hiq. Të rinë shpi. Ose të rike kafja këtu e të presi sa do jetë diferenca. Po të shkosh votosh kënetën? Po si? Si mundet? Unë nuk e kuptoj, ndoshta jam unë i kufizum, por nuk e kuptoj. Dhe për këtë arsye ju them edhe juve që është mision human, është human t'i ndihmosh ata që janë akoma të çoroditur ose janë akoma të verbër, që të hapin sytë dhe të shohin që nuk mundet dot kjo punë të shkoj kështu. Kjo pasaporta nuk është një dokument, tjetër udhëtimi. Se janë ca që thonë, po qa është kjo muhabet pasaporte, ne e kemi pasaportën. Qa pasaporte keni? Pasaportën për të udhëtuar, për të lëviz. Po për të ndalu e keni? Ja. Se kudo ku shkon, të thonë kur do ikësh, atje në aeroport. Ku po shkon, sa lek ke, kush të kaftu, ke rezervim hoteli, po sa do rish, e pastaj ti s'ke hyj akoma, të thonë, kur do ikësh? Se nuk të mban dot, se nuk je europian me atë pasaportën që kemi ne, je i huaj në Europë. Ndërkohë që me këtë je njësoj. Ky është status, digniteti europian që më në fund këtë popull mos ta shofi dot askush, jo vetëm me zakon, po as me ligj si popull dorës dytë. Tani t'jesh prind sot, le t'jesh sa t'dush me kënetën, për arsye historie. T'jesh prind sot, t'kesh fëmijët e vegjël. Edhe mos shkosh, ta investosh atë votë për t'i dhënë fëmijës tënd pasaportën. Që nesër të shkoj të studioj në Europë si europian, që mos i thonë je student i huaj, nuk ka vend. Je student i huaj, duhet pagush tarifën kaq. Je student i huaj, nuk të pranojmë konvikt. Je student i huaj, nuk ke dot sigurime shëndetësore, bla bla bla. Si e bën njeriu këtë? Nuk e di, po bëni çmos të shpëtoni sa më shumë njerëz nga ta. Bëni çmos të nxjini sa më shumë njerëz nga këta, nga kthetrat e bufit kënetës. E bufit kënetës dhe atyre moçaleve tjera, se janë dhe ca shica qylymash që vinë vërdallë. Voto për mu të thyp në qylym të fluturosh. Kanë fluturu i shqiptarët me qylymin e bufit. Kanë fluturu. Nuk kam më kohë për këto dhe nuk kam më pse humbim energji për këto. Ne duhet të fokusohemi që të mbyllim negociatat në 2027 dhe në 2030 Shqipëria të jetë zonjë në sallonin kryesor të familjes evropiane. Na duhet ky mesazh shumë i fortë. Në datën 11 ne votojmë, në datën 16 maj vjen këtu gjithë Europa, jo Bashkimi Evropian, por gjithë Europa. Në datën 16 maj zbresin aty te Skënderbeu të gjithë udhëheqësit e kontinentit. Jo vetëm të BE-s, të kontinentit, nga Britania Madhe, në Turqi, në Azerbajxhan, në Ukrainë, edhe gjithë patjetër Bashkimi Evropian, bashkë me NATO, sekretarin e NATO-s, presidentin e Këshillit Evropian, presidentin e Komisionit Evropian, presidentët e bankave europiane të zhvillimit e të investimeve vinë këtu. Dhe në datën 16 ata kur zbresin këtu duhet ta ndjejnë, duhet ta kuptojnë, duhet ta lexojnë qartësisht tek vota 11 majit që një popull i tërë është bashkë dhe ju thot atyre boll më ne duhet jemi pjesë e familjes bashkuar europiane. Shumë faleminderit të gjithave, shumë faleminderit, me shumë respekt, me shumë mirënjohje, çfarë po bëni ju për Kamzën është histori, Shumë faleminderit.